Ka ambalazhuar në botë tani që flasim, sidomos në Europë, është rritur me 30%. Mendoza shkon te vendet e gjirit ku edhe sot që ne flasim uji është më i shtrenjtë se sa 1 litër naftë. 1 litër ujë është më i shtrenjtë se 1 litër naftë. Kanë dashur arabët na marrin ujin e ftohtë të Vlorës prej 3 dekadash. Për fat të keq, pra kthehet nga luftë për naftën, luftë për ujin. Po, elementet të sigurisë. Dhe këtu dalim tek ato predikamentet e famshme që lufta e tretë botërore është luftë për ujin. Elementet e sigurisë, nëse do ta marrim shoqërinë njerëzore, ku ne edhe ne bëjmë pjesë, një zinxhir në çdo hall të tij të funksionimit normal të jetës është elementi siguri. Pra, fatkeqësisht vetëm atëherë kur kërcënohemi apo kur rrezikohemi, atëherë e kthejmë seriozisht vëmendjen tek elementet e sigurisë për të cilët ne jemi relativisht do thosha të paprgatitur. Por mbi gjithat ajo që duhet vlerësuar është se nuk mundet në çast kur ndodh një ngjarje qoftë dhe larg, por me ndikim të drejtë për drejtë, në mënyra të ndryshme dhe të tërthorta, nuk mundet në çast dhe në moment ti të ngresh dhe t'i bësh funksionale elementet e sigurisë, duke filluar nga gjëja më elementare, siguria e jetës, duke filluar pastaj nga siguria shëndetësore, siguria e gjithë produkteve. Mos na thuaj që do pendohemi për punën e bunkerëve. Jo, ato fortifikimit, nëse nuk duhet i kthemi kësaj teme. Amerikanët i ndërtojnë prej viteve 50. Realiteti është që duam ne çdo gjë fortinot prej betoni. Po, çdo gjë, i nderuar Sokol, çdo gjë e humbet rolin nëse kalon masën. Por nëse gjithçka bëhet e përllogaritur, ka rëndësinë e saj dhe do t'i gjendet në një moment të caktuar dhe linjat dhe fortifikimet gjatë gjithë historisë, po kthehemi në retrospektiv, kanë patur rolin dhe rëndësinë e tyre dhe për të ardhur në momentin e fundit në 99-ën në zonën veri dhe verilindore të Shqipërisë i janë rikthyer këtyre bunkerëve, i kanë pastruar dhe i kanë përdorur. Dhe për fatin ton, edhe në raste të ndryshme, ne duhet, sepse mund të rrezikohet dhe nuk e dim, kjo pjesa e politikës me pjesën e sigurisë dhe elementeve dhe strukturave që ketë ngritur shtetërore, nuk shkojnë paralel. Nëse sot keni marrëdhënie shumë të mirë në aspektin diplomatik të fqinjësisë së mirë me cilin do shtet, kjo nuk mund të zgjasë dhe brenda 24 orë mund të ndryshojë me një deklarat apo me një incident, por strukturat e mbrojtjes dhe sigurisë të një vendi nuk mund ngrihen dhe të shkrihen brenda 24 orëve. Prandaj duhet mendojnë strukturat shtetërore dhe strukturat përgjegjëse për t'i patur në vazhdimsi dhe për të investuar për to, që në moment të caktuar ty të përgjigjet. Në këto kushte, ne duhet kemi, siç e solli edhe zoti Çoçoli, për aspektin e rezervave shtetërore. Ne kemi patur dhe i kemi, ne shohim në Amerikë, për një incident apo një fatkeqësi natyrore që ndodh, boshatisën supermarketet. Dhe realisht edhe këtu, unë do të vi që të këliza elementi parsor që është një familje, parsësi me familje të vogla, duhet mendoj që për mallrat e shportës dhe për shumë element të tjerë, unë do thosha që edhe deri tek informimi, që është gjëja më e rëndësishme, se sot nëpërmjet rrjeteve socialeve dhe mediat e mass medias ka shumë mënyra për t'u informuar. Ose për të dezinformuar. Aty pastaj aty është hapësirat. Nëse ke jashtë kontrollit dhe dikush do ta bëjë një gjë të tillë e realizon, edhe nuk mund ta kufizosh. Por për të mos i lënë mundësi kësaj, atëherë duhet. Sot po dëgjoja që akshit i kishin rënë prapë shërbimet. I kanë rënë sepse ato janë ne kemi qenë të dorëzuar. Nga na erdhi goditja për iranianëve. Atyre na jep. Dhe ata 14 muaj kanë qenë duke penetruar në të gjitha strukturat tona dhe këtu mund goditet, nuk përjashtohet mundësia se teknologjia bashkëkohore dhe ajo e sotme mundet secili, por duhet marrësh masa preventive në kohën dhe momentin e caktuar. Ne tani aq sa kemi mundësi, natyrisht mbi bazën e kapaciteteve, se dëshira, planet dhe projekt mund të jenë mëdha, por sa ke mundësi ti mbështesësh këto. Për të ardhur në fund dhe për të mbyllir këtë pjesë, timen, po thasha, ndikimi do të jetë i jashtëzakonshëm për gjithë botën dhe askush nuk mund t'i shpëtoj, si mund themi, parimit të gurëve të dominos, që rrëzohet i parë dhe pasaj dorëzohen gjithë, dhe ajo që përsëritet pak më parë që ato është e lehtë për t'i planifikuar në kompjuter, në teknologji, qoftë dhe në harta, për të bërë dhe për të marrë variante të ndryshme që mund të jenë si skenar, por fatkeqësisht pjesa ku vjen për të realizuar pastaj, ka disa që... Historia e tyre 30 viteve ka treguar që fatkeqësisht jo çdo gjë që bëhen letër realizohet. Jo vetëm për ne, do të ketë dhe në këtë raste cili do vend, se ne pjesëtarë kemi pas drejtimi me urë deri në 90, tash është drejtimi me mision, ku ndryshojnë njëra me tjetrën. Pra, në drejtimi me mision të jep kufit dhe brenda saj do të dish luash ti si lider,
për të arritur e realizuar objektivin. Këtu, udhëheqësit që ta jep të drejt mba një rezervë për çdo të papritur, sepse mund mos realizohet gjithçka ashtu siç ti e mendon. Dhe detyrimisht që ne duhet kemi një rezervë në gjitha aspektet dhe gjitha vendet duhet kenë për të përgjigjur situatave dhe krizave që janë të pashmangshme dhe ne nuk mund të shpëtojmë. Megjithatë, kemi edhe një lajm fundit, presidenti amerikan ka deklaruar se lufta e Amerikës dhe Izraelit kundër Iranit është drejt fundit. Në një intervistë për CBS News, zoti Trump ka thënë se ai beson që është shumë përpara në agjendë temi plani ushtarak amerikan dhe izraelit. Mendoj që lufta është shumë e plotësuar në shumicën e saj. Ata, pra iranianët, nuk kanë flot anijesh, nuk kanë komunikime, nuk kanë forca ajrore, raketat e tyre janë me çikërima të mbetura tashmë, dronet e tyre po hidhen në erë kudo, përfshirë dhe në fabrikat e tyre, pra po shkatërojnë në fabrikat e tyre, nuk kanë asgjë të lënë sakt dhe s'kan asgjë nga pikpamja ushtarake, thotë presidenti Trump. Megjithatë, Skënder, dy lëvizje sot nga qeveria shqiptare, një deklarata që dënon raketën e hedhur drejt Turqisë, për cilën e folëm, po që na vendosen në një kontekst caktuar, apo kuptohet. Dhe nga ana tjetër, sot pasdite, ministri i ri i punëve të jashtme ka deklaruar që Shqipëria do të bashkëshkruajë një rezolut bashkë me vendet e Këshillit të Sigurimit të Gjirit, pa vendet arabe, Bahreinin, Katarin, Emiratet, Kuvajtin, Omanin dhe Jordanin, një rezolut për t'ia paraqitur Këshillit të Sigurimit. Pra, ne themi nga pikpamja politike diplomatike, Shqipëria po tenton të përfshihet. Sokol fare rastësisht, më vonë, më herët, më shumë, më pak se sa duhet. Po më kujtohet që dhe ka lidhje direkt me këtë. Një takim natyrisht nuk është një burim fort i këndshëm për të cituar, po ishte një takim real mes Sergej Lavrovit dhe ambasadorëve të vendeve të Gjirit në kuadër pikërisht të kësaj projekte rezolute që ata duan të paraqesin dhe po lobonin pranë qeverisë ruse që t'i ndihmonte përballë agresionit iranian. E nënvizoj edhe një herë që Rusia në këtë moment është një shtet i cili po kryen një agresion ndaj një shteti sovran dhe natyrisht nuk mund të shërbejë si burim urtësie apo dhe logjike të paanshme. Megjithatë i tha diçka. Ju në këtë rezolut tha, pse flisni tha vetëm për agresionin iranian? Në raport me ligjin ndërkombëtar, sepse po paraqiteni në OKB, çfarë ka ndodhur me vet Iranin? I kanë vrarë kryetarin e shtetit. Dy vende e kanë sulmuar një vend sovran dhe OKB-ja i ka shumë të qarta nocionet në rastet kur vendet sovrane sulmohen në një mënyrë të tillë. Prandaj dhe Amerika Sokol e refuzon me shumë forcë, tjetër punë se atë po bën, idenë e një sulmi për të ndryshuar regjimin, sepse kjo është komplet pastaj në kundravajtje. Dhe e dyta, më kujtohet se si në 2022-shin dhe sot që flasim, agresioni mbi Ukrainë vazhdon dhe quhet një operacion special ushtarak apo jo. Në Amerikë, në Washington aktualisht ka një debat të brendshëm mjaft të ndezur mes Kongresit dhe Shtëpisë Bardhë në lidhje me faktin çfarë do ta përcaktojë. Jo, nuk fitoi dot iniciativa. Edhe rusët e quajnë operacion special atë në Ukrainë. Po, këtë po thoja. Po pse duhet pikërisht marr ky precedent pra Rusë-Ukrainës dhe qasja ruse që është qesharake në pikpamjen e fjalëformimit, që ti të çosh gjithë trupat atje. Marrësh edhe mercenar që nga Korea e Veriut dhe thuash që unë nuk po i bëj luftë Ukrainës, po është një operacion ushtarak special. E njëjta gjë po vlen dhe për Iranin këtu ku Amerikanë dhe Izraelit po refuzojnë ta quajnë i kemi shpallur luftë Iranit. Jo, ne po bëjmë një ndërhyrje për të ndalur një program bërthamor iranian. E megjithatë, Skënder, të rikthehemi tek delet tona. Pra, tek delet tona është që ne po përpiqemi dhe unë do ta them mendimin tim shumë të hapur Sokol. Ne po përpiqemi të faktorizohemi në korsin ton, jemi antar të NATO-s, jemi me Aleancën Atlantike natyrisht se po. Një antare e madhe, më e madhja e NATO sot është në luftë me një shtet të tretë dhe ne si aleat ushtarak i saj natyrisht që rreshtohemi. Problemi është që pash që
Kryeministri bën